Dhuratat e frymës së shenjtë, dita e dytë. Dhurata e frikës. Eja o frymë e bekuar e frikës së shenjtë, depërton në zemrën time më të thellë, që të vendos ty, Zotin dhe Perëndin tim, para fytyrës sime përgjithmonë. Më ndihmo të shmang të gjitha gjërat që mund të ofendojnë, dhe më bëj të denjë të shfaqem para syve të pastër të madhërisë sate hyjnore në qiell, ku ti jeton dhe mbretëron në unitetin e Trinisë së përjetshme të bekuar, Perëndi i bote pafund. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, Nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Akti i kushtimit ndaj Shpirtit të Shenjtë. Në gjunjë para turmës së madhe të dëshmitarëve qellor, unë ofroj veten time, shpirt e trup ty, frymë e përjetshme e Perëndisë. Unë adhuroj shkëlqimin e pastërtisë tënde, drejtësinë e pagabueshme të drejtësisë tënde, dhe fuqinë e dashurisë tënde. Ti je forca dhe drita e shpirtit tim. Në ty unë jetoj, lëviz dhe jam. Dëshiroj të mos të lëndoj kur me pabesim ndaj hirit, dhe lutem me gjithë zemër të më ruani nga mëkati më i vogël kundër teje. Ruaj me mëshirë çdo mendim timin, dhe më jep që të mund të shikoj gjithmonë për dritën tënde, të dëgjoj zërin tënd dhe të ndjek frymëzimet e tua të hirshme. Unë kapem pas teje dhe të jap veten ty dhe të kërkoj me dëmshurinë tënde të më kujdesesh për mua në dobësinë time, duke mbajtur këmbët e shpuara të Jezusit, dhe duke parë 5 plagët e tij, dhe duke besuar në gjakun e tij të çmuar, dhe duke adhuruar anën e tij të hapur, dhe zemrën e tij të plagosur. Të lutem ty, frymë adhurueshme, ndihmës i dobësisë sime, të më ruash në hirin tënd, që të mos më katoj kur kundër teje. Më jep hir, o frymë e shenjtë, frymë e Atit dhe e Birit, që të them gjithmonë dhe kudo. Fol Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon. Amen. Lutje për 7 dhuratat e Shpirtit të Shenjtë. O Zot Jezu Krisht, që para se të ngjitesh në qiell, premtove të dërgosh frymën e shenjtë për të përfunduar veprën tënde në shpirtrat e apostujve dhe dishepujve të tu. Dhe njoto më japësh të njëjtën frymë të shenjtë, që ai të përsos në shpirtin tim veprën e hirit tënd dhe dashurinë tënde. Më jep shpirtin e urtësisë,
që të mund të përçmoj gjërat e prishme të kësaj bote, dhe të aspiroj vetëm gjërat që janë të përjetshme. Shpirtin e kuptimit, që të ndriçoj mendjen time me dritën e së vërtetës tënde hynore. Shpirtin e këshillës, që të mund të zgjidh gjithmonë rrugën më të sigurt për t'i pëlqyer Perëndis dhe për të fituar qiellin. Shpirtin e fortësisë, që të mund të mbaj kryqin tim me ty dhe që të kapërcej me guxim të gjitha pengesat që kundërshtojnë shpëtimin tim. Shpirtin e diturisë, që të mund ta njoh Perëndin dhe veten time dhe të përsosem në shkencën e shenjtorëve. Shpirtin e devotshmërisë, që të mund ta gjej shërbimin e Perëndisë të ëmbël dhe të dashur, dhe shpirtin e frikës, që të jemi mbushur me një nderim të dashur ndaj Perëndisë dhe të kem frikë në çdo mënyrë ta mos e pëlqej atë. Shënom, Zot i dashur, me shenjën e dishepujve të tu të vërtet, dhe më gjallëron në të gjitha gjërat me shpirtin tënd. Amen.